Shqipëria ka humbur gati 1/4 e popullsisë që nga fillimi I viteve 2000 duke shënuar të kurrjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, me 1 janar të 2026, Shqipëria numëron të rreth 2.34 milion banor, nga 3.6 milion në vitin 2000. Në 25 vjet, popullsia e vendit është paksuar me rreth 721.000 persona, ose 23.6%. Kjo rënje sipas të dhënave të përpunuara nga monitorësh më e larta në Europë, shteti I dytë me kurrjen më të lartë është Bullgaria, që pa një reduktim për 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova, për të cilën kurrja është llogaritur nga viti 2003, kur raportohet dhëna më e hershme. Të dhënat tregojnë se pothuajse gjithë Ballkani Perëndimor ka humbur popullsi, por Shqipëria mbetet në krye të renditjes për ngaritjen e kurrjes. Serbia ka humbur rreth 1/3 e banorëve në krahasim me vitin 2000, Kroacia afërsisht 14%, ndërsa Bosnia Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut rreth 1/10. Përjashtimi I vetëm në rajon është Mali I Zi, ku popullsia rezulton 3.3% më lart se në vitin 2000. Shqipëria po përballet njëkohësisht me 3 goditje demografike, emigracion të lartë, rënja e lindjeve dhe plagje e shpejtë. Rënja e lindshmërisë dhe emigrimi I moshave të reja po zhvendosin me shpejtësi strukturën demografike drejt grup moshave më të mëdha. Në vitin 2025, lindjet arritën nivelin më të ulët historik të pas tranzicionit në 22.500 nga 82.000 në vitin 1990, teksa shtesa natyrore po shkon drejt zeros. Emigracioni po krijon dy realitete të ndryshme demografike në Europë. Vendet pritëse po rrisin popullsinë dhe po plotësojnë nevojat e tregut të punës, ndërsa vendet e origjinës po humbin të rinj, profesionistë dhe familje në moshën aktive.